Së dyti, nis vrapi i rritjes së pensioneve dhe rrogave të ulta, mbasi në qoftë se vazhdonte trendi viteve 2005-2013, ato duhet ishin sot minimumi 3 herë më të larta. I nderuar mik, në 2013 ne arritëm të kemi rrogat më të larta në rajon, përfshi këtu dhe Bullgarinë dhe Rumaninë, 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Arritëm të kemi pensionet më të larta, përfshi këtu Bullgarinë dhe Rumaninë. Ai trend u bllokua. Sot ne jemi në vendin e fundit për rroga dhe pensione. E kam theksoj se për të gjithë, për ndihmën ekonomike, për invalidët, për pensionistët, për rrogultit, vrapi ynë në rritjen e tyre do ndalet vetëm atëherë kur ne të kalojmë mbi kombet tjera të rajonit për rroga dhe pensione. Shaban Boni, doktor, duaj që nëse vjen në pushtet, duhet të shpallësh band kriminale patronazhistët dhe duhet të zbulohen të gjithë me profil falso dhe të dënohen me burg të përjetshëm, sepse këto kriminal e kanë shpopulluar Shqipërinë. Ju siguroj se patronazhimin dhe efektet e tij do ta shqyrtojmë për ta shpallur krim shtetëror dhe për ta ndërshkuar në formën më të merituar. Keni shumë të drejtë. Shaban, sistemi patronazhistëve sot është absolutisht si motër apo si vlla e sistemit sigurimit të shtetit gjatë diktaturës komuniste. Ndaj dhe i garantoj se përvydarinë e tyre kriminale do të ndërshkohen. Selima Idriseta, doktor përshëndetje, Belinda Balluku në vend që tjetë në burg, po e shohim prap të na shfaqet si fjerake e vjetër. Do t'ishte mirë ta blita atë pasaport dhe të na zhdukej nga syt e këmbët se janë për të padurueshëm. Faleminderit. Këshilla dhe sugjerimi im është qytetar dhe qytetare, kudo që ta shifni korbën e korrupsionit, gjuheni me domate dhe vezë, turprojeni publikisht se atë meriton. Le ta mbrojë Edi Rama, po qytetarët duhet të japin ndëshkimin që meriton duke e turpruar në çdo rrugë, në çdo shesh, në çdo sallë dhe kudo që del. Artur Mitrushaj, përshëndetje zoti Berisha, duke qenë se zgjedhjet vendore janë vitin e ardhshëm, a mendoni se strukturat e partisë janë në kohën e duhur për organizimin, apo ekziston risku që jemi me vonesë në përgatitjen elektorale në terren? Faleminderit për pyetjen. Natyrisht duhet shpejtojmë. Jam plotësisht dakord me ty. Duhet shpejtojmë, por siç e shikon dhe vetë Arber, ne jemi detyruar në këtë periudhë të kemi një vëmendari shumë planshe. Nga njëra anë, po zhvillohet analiza dhe po zhvillohen zgjedhjet në Partinë Demokratike dhe mund t'u them se nuk ka ndonë se mediat i censurojnë, mediat kanë urdhër të censurojnë se partia tjetër nuk bën zgjedhje, po bën emërime si shpellat e mafjes, ato po esin shumë mirë, kanë ecë shumë mirë. Ndërkohë, po përpiqem të përqendrohemi dhe duhet përqendrohem Arber me të gjithë forcën tonë në organizim. Sikundër, protesta është arma kryesore e opozicës shqiptare kundër këtij regjimi. Ndërkohë,
ju garantoj se do vazhdojmë. Çfarë ka një karakteristikë në këtë periudhë Partia Demokratike? Ne përpara merreshin gjërat një nga një. Tani koha nuk na lejon më ne. Nuk kemi më atë luks dhe detyrohemi të operojmë njëkohësisht në shumë drejtime. Kështu që shumë shpejt do fillojmë punën për zgjedhjen e kandidatura dhe për zgjedhjet e ardhshme lokale. Edi Rama ka mbledhur sot qeverinë, deputetët dhe bashkiakët e tij për të diskutuar se si do të komunikojnë me qytetarët. Po Partia Demokratike, çfarë strategjie do të ketë që të flasë të komunikojë më hapur dhe më afër me qytetarët? Partia Demokratike ka filluar, besoj jeni dëshmitar, janë foltorët që po zhvillohen në mënyrë të vazhdueshme. Deputetët kanë bërë dhe do vazhdojnë të bëjnë takime, pra dialogu intensiv dhe takimet intensive me qytetarët, ata nuk kanë bërë dot se qytetarët i urrejnë dhe Edi Rama përpiqet tani t'i çojë, po ata nuk i pranojnë qytetarët. Partia Demokratike është dhe do jetë midis qytetarëve, ky është qëndrimi ynë. Qendresa shqiptare, doktor, Shqipëria është në krizë të thellë ekonomike dhe shoqërore. Ndoshta i duhen 20 vite të rikthehet aty ku e lart ju për zhvillimin ekonomik, zhvillimin intelektual dhe mundësive reale për biznes. Kur të vini në pushtet, cili do të jetë objektivi i parë ku do të fokusoheni që kjo shoqëri të mos shkojë në degradim final? Spari të zhduk dhimbjet e varfërisë. Nuk mund pranoj kur këtë situatë ku njerëzit nuk blejnë dot ilaçet, nuk blejnë dot ushqimet. Kjo është jashtë çdo lloj standardi. Së dyti, do bëjmë gjithçka të rikthejmë garën e ndershme, sepse rikthejmë punësimin. Të rikthejmë pasuritë e pasuritë natyrore tona në pasuri për shqiptarët. Të transformojmë përsëri shkollën tonë, të sigurojmë shërbimet më të mira për qytetarët, të bëjmë gjithçka për trit tanë që të mos largohen nga Shqipëria, të krijojmë atyre çdo mundësi për shkollimin, për punësimin dhe për strehimin e tyre, një politikë agresive për rikthimin e atyre që kanë ikë nga Shqipëria, e tha bukur ju. Duhen shumë vite. Dhe unë të garantoj që në rrafshin demografik duhen të paktën, minimumi, 30 vite. Nuk jemi 2.4 milion sa është gënjen Edi Rama. Absolutisht jemi rreth 2 milion dhe asnjë më shumë. Ndaj dhe me të gjithë këto politika, ne do të shënojmë një kthes të madhe. Por, në qoftë se kthehemi bashkë, nuk e di nëse e mbani mend apo keni qenë lindur në vitet 90, kur ne kishim dyqanet tona bosh, kur 80% e shqiptarëve ishin të papunë, dhe se si tregu, rregullat, garat e ndershme hapen, krijuan biznes, krijuan frymëmarrje, krijuan biznesin, krijuan optimizmin. Kjo ndodhi dhe në vitin 2005, ju jeni dëshmitarë. Nga viti 2007 në vitin 2014, numri i shqiptarëve në Shqipëri u rrit çdo vit. Pra, një qeveri e cila qëndron duke pas në epicentër interesat e qytetarin dhe interesat e tij. Një qeveri e cila qëndron mbas ligjit, zbatimin e ligjit, ligjet janë shumë të mira. Dhe anullon me shpejtësi ligjet e Edi Ramës, të korporatës strategjike, të investitorëve strategjike të tjerë, e sigurt jeni ju që Shqipëria do ndryshojë me shpejtësi nga viti në vit.